është thuaj që kemi prej një viti që porim me anktin sikur po na vin përveç. Po, ja ashtu jemi gjithë. Dëgjoj tash. Neve ka vite ca, ka vit po kujto llafe, vjen një kohë që po na bëjnë këto numra, gati vit. Porim me ankt. Po vi, do çojmë si do çojmë, do ngrihem si do ngrihem. Ton, ama të më prishë shpinë. Për lulishte, ja, edhe këtë së ta thashë edhe jetë të prishët bashkim për du. Të këtu i patën, me lulishte me gjitha këtu i patën. Çdo lulishte që ka bërë që ka thënë, lulishte i pa ka bë pallate. Kulla i ka bë, s'ka bë asnjë gjë. Për mu. Gjithë kulla i ka bë. Ai thotë për prishje, për lulishte, po ja, kulla i bën. Ja ku i ke? Aty poshtë, kastrati e mori. Ja lulishte ishe ajo. E ngrejti e bëri pallat, zyra, gjorën, që e bëni. Lulishte ishe. S'po lej gjaj për lulishte. Ai ka bë gjithë betone. Faleminderit. Do flasësh dhe ti? Foto në mes, por të flasë. Se do të pengoj gjatë asaj. Ardhur përsëri te Bashkia e Durrësit, përse këtë herë? Atëre, përpara një jave kemi çuar një kërkesë për informacion, një grup prej 20 banorësh të cilët bëjnë këtë kërkesë, po më shumë se kaq ka, por firmëtarët tu janë vetëm 20. Ideja është që Bashkia po bën veprime, Bashkia dhe institucionet shqiptare po bëjnë veprime në mungesë të plot transparencë. Pra nuk kemi transparencë për faktin se si po zhvillohet projekti TID. Jemi këtu për projektin TID sigurisht dhe fakti është që shumë hapa po merren, flitet për një VKM të re, po pa konsultim me ne, flitet për ndryshim destinacioni nga prishje në rikonstruksion të disa objekteve, me çfarë vendimesh janë bërë këto, kur projekti nuk ka rënë. Ne jemi akoma në proceset e gjata gjyqësore pikërisht për shfuqizimin e projektit TID dhe shfuqizimin e VKM-s, dhe ndërkohë merren vendime dhe merren projekte, vazhdohen e bëhen hapa, a thua se këto kanë ndryshuar. Elementare është të na japin informacion se çfarë po ndodh. Transparencë nga të gjithë njerëzit kanë pasur, nga banorët e zonës, ata janë treguar shumë bashkëpunues, kanë çuar materiale, kanë çuar të gjithë dokumentacionin e nevojshëm, ndërkohë nuk ndodhe kundërta. Bashkia dhe institucionet shqiptare janë në terr informativ kundrejt këtij projekti. Ne nuk jemi as për shpronësim dhe as për prishje. Një grupi që shikoni këtu është grupi që i ka banesat për prishje. Dhe kontaktuat me bashkinë. Ne po presim të bëjmë takim, po normalisht ideja është që mbas një jave duhet kishim një përgjigje zyrtare. Ne po vim tani personalisht i takojmë dhe nëse nuk janë sot, mbas një ore do të vim prapë, nesër do të vim prapë, derisa ata të ulen dhe të na japin një përgjigje se çfarë po ndodh me projektin, dhe me që i kanë qejf përgjigjet institucionale, le të na i cilin në mënyrë institucionale. Në mënyrë institucionale ne duam të na shpjegojnë si ka raste tashmë në lagje të cilëve i është ndryshuar destinacionin. Kjo nuk ndodh pa ndryshimin e projektit. Si ka ndodhur kjo dhe pse nuk jepet ky variant edhe për objektet e tjera? Ndaj transparenca në këtë moment është shumë e rëndësishme, sidomos në proceset e kalvaret gjyqësore që jemi duke ndjekur dhe kalvaret pranë kësaj administrate. Ka ndryshuar destinacioni më përpara apo tani? Jo tani dhe me shkëresa. Sa familje janë? Bëhet fjalë për institucionet fetare, eksaktësisht për kishën katolike, e cila objektet që kishin për prishje i kanë për rikonstruksion. Ne kemi ngritur me të madhe në Parlamentin shqiptar pikërisht faktin se si ky projekt ka qenë abuziv dhe i pa një bazë të mirë informacioni, duke ngritur pikërisht këtë se si mund të prekni deri po themi institucionet fetare të cilat e kanë me kushtetut papërshmërinë e pronës, por ne duam ta përdorim pikërisht të lajm të mirë ose këtë okazion për të thënë që po, edhe rastet tona janë për të rishikuar dhe për të rishikuar për të gjitha ato arsye që kemi thënë deri tani. Faleminderit. Dikush tjetër? Jemi para bashkisë sot, kemi bën një kërkesë. Kërkesat janë të vazhdueshme që ne i bëjmë dhe asnjë nga bashkia as nuk na pret dhe as nuk na sqaron. Për këtë projektin TID po bëhet gjithçka. Këtu
që ke firma e Belinda Ballukut, e para, me 26 gusht, këtu në Durrës, që ke firma e Edi Ramës, edhe e treta është kryetarja bashkisë. Këto të tre që po nxjerrin këtë VKM-n, po nxjerrin për shkatrimin e Durrësit të vjetër. Ne jena dursak të vjetër, kena kërku, do kërkojmë dhe nuk do pushojmë atë si sekond. Arsyeja pse, shtëpia Shjeta. Ky me këtë vendim po bën persekutim. Në kohën e Enverit që i dëbonte Enveri njerëzit nga Shqipëria, nga qyteti i çonte në fshat. Edhe ky të njëjtin gjë po bën. Është i stikt që ky do ta bëj se s'bën, se e ka në gjak dhe në racë këtë gjë që po bën me këtë popull. Po ky popull që ka shumë i urtë, shumë dele, sot na erdhi ne dhe shumë i duruar. Ne nuk durojmë, ne do i kërkojmë deri në fund. Ajo pika voç Shkël Margariti, që ka ndalë se kjo VKM është firmosur dhe është vullosur, kur populli ka qenë i mbyllur dhe ka qenë me Covidin, ajo pika voç Shkël Margariti, Elva Margariti, e ka vërë dhe këte nga lagja kur s'ka as ka arkeologji, as një lloj gjëje. Jesht, duhen me prish shtëpiat, me i përzëndur sakët, me i persekutu, me bo si duan këto të mëdhenjt. Ne nuk kemi përprishje, ka dalë për restaurim, rikualifikim. Si mund të shembësh ti mua, kjo e imja është bërë tragjedi. Si mund të më shembësh ti mua shtëpinë time, dyqanin tim, që paguaj kam 25 vjet shtetin, me taksa, me gjëra, edhe prishet dyqani im në vit të parë, edhe rinë shtëpia e Kovaçit, e Sparta Kovaçit. Ja, këto janë gjërat. Prandaj, ju bëj thirrje, ne nuk pranojmë as i gjo, as lek, as i gjo, unë nga shtëpia ime nuk lëviz. Unë nuk lëviz, edhe shokët e mi. Në dua ta di në çavën të botës, të prishesh një shtëpi, or jam dakord, ra një autostradë, edhe jam e detyruar se ra autostradë. Ande nga çezme aferës e kthyen, se u rregullu autostrada, nuk prishën bën 2 bën 1. Tash ke unë çfarë do bëhet? Pse ta prish shtëpinë për lulishte? A ka në botë lulishte? Të bëhet, të prishet shtëpia ime për një lulishte 3 metra. Edhe masi viti do bëhet pallat, siç kam thënë. Ne do tentojmë deri në fund. I vjen gishtin kokës. Do me prish Ja i sekonde pa mos na utoni se i çift tu jemi. Tani ju lutem ju thirrët mos flisni ndërkohë. Jemi mbledh sot një grup qytetarësh të Durrësit, të lagjes Kala, me idenë domethënë me ardh me taku një institucion i bashkisë, me taku o kryetaren ose nënkryetaren ose dikë tjetër që ta sqaronte pak për vazhdimin e projektit, po me sa duket domethënë edhe mas kërkesave personale që kemi bë, personalisht domethënë vetë nga ana ime, plus edhe këto qytetarët e tjerë, grupit tjerë, edhe në grup nuk po gjejmë mundësi komunikimi. Kemi arrit me komuniku me Olafin, kemi arrit me komuniku me shumë zyra tjera ndërkombëtare, po ama me Bashkinë e Durrësit ala nuk po kemi mundësi me komuniku. U po domethënë kam një 2-3 muaj që vi vërdall këni në për Durrës, domethënë për me takuj një herë të paktën, një nga ato të kryetaren, se erdhi koha domethënë me u bë zgjedhjet prapë edhe unë se kam takuar asnjëherë domethënë, megjithëse kam pas shumë dëshirë. Ta takoja, ndofta mund ta jepte i zgjidhje këtë problematikës tonë, por është shumë revoltuese domethënë, përveç se është detyrë im nga ana atyre, domethënë edhe për ne është shumë revoltuese se nim veten qytetar dorës dytë që nuk e majnë veten të tillë të paktën, e kupton? Jemi duke u trajtuar në këtë formë. Nëse as sot nuk do takoheni? Neve do vazhdojmë rrugën tonë, nuk na ndalon njeri ke kjo pika, domethënë, ke kjo tjetë e qartë, bashkia, kryeministri, zoti Gonxhe, Trondelina, kush është domethënë, t'jenë të qartë ke kjo pika që ne nuk e ndalojmë këtë gjë. Domethënë ne do shkojmë, unë e kam thënë edhe rrallën e parë, ne do shkojmë, do jena kundër prishjeve, kush don që ti prishet e ti prishet, kush nuk don ti prishet e vlla, unë s'du për shembull, as du me marr, as du me dhanë, e kam thënë që ditën 1, jemi ditën e 250 sot që po bëjmë kësaj lëvizje gjëna dhe prapë unë i qëndroj kësaj. Cili është njoftimi i fundit që kemi nga strukturat shtetërore? S'kemi nga i njoftim të fundit, nuk kemi. Diçka domethënë konkrete që domethënë ato vazhdojnë me veten, ne vazhdojmë me tonën. Po na shqetëson normal se kemi na bëhet goxha dëm. E kupton, kemi nga 100 vjet këtu tani të vi me një vendim të Këshillit Ministrave domethënë që kena kalu 300 lloj qeverish. Kjo që menonim që ishte domethënë më në favorin tonë, më kështu, kjo po na do me na spostu komplet. Kjo nuk e
këshillin ndoshta si reflektim të institucioneve. Po ndofta, po ne duam një gjë konkrete, nuk mund të rrim peng, domethënë se ne kena jetën tona valla. Ajo vazhdon jetën e vet, ai vazhdon jetën e vet, shkon bon takime, ne jemi detyruar domethënë me net, me majt Institucionale është. Marrëdhënia jonë është institucionale, ja. E kemi marrë. Vë nga kundër ta bashkë. Po jo, më se xhirimet na duhen Jo, them. horizontale. Okej. Sa janë 20? Ma E kam këtë tekst. Ma ço tekstin në WhatsApp. Me skanim. Ta bëjmë skanim ta kesh më